Tensionet në Belfast janë përshkallëzuar ndjeshëm pas një sulmi me thikë që kanë nxitur protesta të dhunshme anti-emigracion në qytet. Qindra persona dolën në rrugë pasi policia ngriti akuza për tentativ vrasjeje ndaj një shtetasi sudanez, i dyshuar për një sulm me thikë që la një person me plagë të rënda në qafë dhe kokë. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë automjete të përfshira nga flakët, përfshirë edhe një autobus të ndjekur në pjesën lidore të qytetit. Grupet e rinj të maskuar u përplasën me policinë, e cila reagoi duke vendosur automjete të blinduara në disa zona problematike. Mediat britanike raportojnë se një grup për rreth 100 personash sulmoi banesa në lindjet të Belfastit, duke thyer dyer dhe dritare. Pamje televizive treguan gjithashtu një shtëpi të përfshirë nga zjarri. Policia ka bërë të ditur se sulmi me thikë nuk po trajtohet aktualisht si akt terrorizmi, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Ngjarja vjen në një periudhë tensionesh të larta në Mbretërinë e Bashkuar lidhur me emigracionin dhe sigurinë publike. Partitë populiste dhe grupet kundër emigracionit kanë shtuar kritikat ndaj politikave të azilit, duke argumentuar se ato kanë lejuar hyrjen e personave që përbëjnë rrezik për sigurinë. Kjo nuk është hera e parë që Irlanda e Veriut përballet me trazira të tilla. Vitin e kaluar pati protestat dhe përplasjet e ngjashme pas zemërimit publik lidhur me një rast të dyshuar sulmi seksual. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë dhe të shmangin përhapjen e tensioneve, ndërsa forcat e rendit mbeten në gatishmëri të lartë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Ndërkohë, frika për trazira të reja vazhdon, ndërsa qyteti përballet me një nga netet më të tensionuara të muajve të fundit.